Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Briqap në letrat të rrëfejnë. Jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Jo shumë shpesh ta them pak e rrallë e fare, së është vetmi grup që I ka dy perandor në brendësinë e saj dhe juve që të dy ju dolën. Perandori është perandor. Shikoni këtu, dua para se të filloj të lexoj, shikoni ju vetë. Stabilitet, siguri, kontroll e kështu me radhë. Të dashur Briqapër, nuk je maj njeriu që mund ta shtyjnë sipas interesit të tyre. Filloj me perandorin. Perandori nuk flet vetëm për disiplinë në përgjithësi, ai flet për autoritet ose merr drejtimin e një situate, ose të besohet një përgjegjësi më e madhe. Mund të jetë në punë, në familje ose në një çështje ku fjala jote do të peshoj më shumë se zakonisht. Këtë javë nuk je ndjekës, je ai që je apo ajo që je duke vendosur rregullat. 4 të monedhës të thot diçka shumë konkrete, pasi ke luftuar për ta ndërtuar këtë pozitë, apo të arrish këtu ku je, tani nuk do ta lësh askënd të cenoj, absolutisht. Mund të flasim për para, për pronë, për biznes, ose edhe për kufit e tu personal. Kujdes, vetëm të mos bëhesh aq mbrojtës sa të refuzosh edhe mundësinë që të sjellë përfitim. Kalorësi I monedhës vazhdon të njëjtën histori. Suksesi yt nuk do të vijë apo nuk ka ardhur nga një mrekulli këtë javë. Vjen sepse nuk je dorëzuar. Të tjerët mund të lodhen, mund të ndryshojnë plane, ndërsa ti vazhdon. Pikrisht kjo këmbgulje, po të sjell, po të ka sjellur rezultate. Dhe pastaj perandori del për herë të dytë. Kur një arkana e madhe përsëritet, nuk është rastësi. Kjo është java ku pozita jote forcohet edhe më shumë. Mund të marrësh një vendim të madh, mund të fitosh respekt ose dikush më në fund ta pranojë se ti kishe pasur të drejtë. Mos kërko miratimin e askujt, Briqap. Këtë javë autoriteti yt do flas vetë. Pas gjithë kësaj, del 10 të kupës. Kjo është shpërblimi. Pasi stabilizon jetën materiale ose një situatë e rëndësishme, fillon të ndjesh edhe qetësinë emocionale. Një problem në familje mund të zgjidhet nëse është rastësi, rasti tek ju, një marrëdhënie mund të forcohet ose thjesht do ta shijosh ndjesinë më në fund, gjërat po bëhen apo po bien në vendin e vet. Mbreti I shpatës, pas gjithë suksesit, mos lejo emocionet të bëjnë të marrësh vendime të dobta. Do duhet të jesh I drejtë apo e drejtë, I prerë dhe I qartë. Dikush mund të kërkoj favore ose të përpiqet të përfitojë nga pozita jote. Thuaj jo kur duhet dhe thuaj po kur e ndjen. Nuk je I detyruar të shpëtosh të gjithë. Të dashur, këshillën që mund t'ju jap për këtë javë është për të kërkuar vendin tënd. Është javë për ta zënë atë vend. Dy perandor në të njëjtin lexim janë një mesazh I fortë. Mos e nënvlerëso veten dhe mos ja dorëzo timonin askujt tjetër. Ajo që ke ndërtuar me durim tani fillon të jap respekt, stabilitet dhe qetësi. Mos e prish këtë vetëm sepse dikush nuk ndihet rehat me forcën tënde.